Shoba është arrestuar me trafik e migrantësh. Për një herë, shkoj mendja tek fëmijët, mora makinën, urgjentisht për Rogozhinë, telefonova policisë Rogozhinës. Ku ishin fëmijët në atë moment? Fëmijët ishin të braktisura në Rogozhinë. Ishin në një shtëpi të treja? Ishin në një shtëpi. E dinin për maman e tyre? Për maman nuk e dinin, ja ka komuniku policia, i ka thënë drejt, mamaja më bërë, nuk do shifni ma. U lërisnin, të tmerrura, traumatizuara. Aty ngela shumë i shoku që bashkia Rogozhinës nuk ishte një psikolog. Ju mos kërkoni psikolog për fëmijët në orët e vona të natës. Le ta arrestoni nënën në mëngjes për shembull. Në këtë dokument drejtuar gjykatës së Tiranës nga bashkia Rogozhinë vihet re se është bërë një vlerësim social i fëmijëve të mitur të Albert Skurës dhe Elsona Çobës, ku të bien në sy dy gjëra. E para, fëmijët deklarojnë se babai i tyre nuk paguan asnjë detyrim financiar për to. Duhet thënë se gjendja ekonomike e Albertit pas ndodhive në familje nuk është fort e mirë. Mirë po, kjo nuk e justifikon mos përgjigjen e tij për 3 vajzat e vogla. E dyta, fëmijët thonë se nëna e tyre pastron shtëpi për të siguruar të ardhura, madje ajo nuk i lë asnjëherë vetëm, çka bie në kontradikt me denoncimet e Albertit dhe arrestimin e saj për veprën penale trafikime migrantësh, aktivitet që në fakt kërkon angazhim madhor, kryesisht në orët e vona të natës. E gjatë këtyre orëve fëmijët qëndrojnë vetëm, të pasigurt, por diçka i shtyn që të mos shprehin të vërtetën. Me shumë mundësi dashuria pa kushte për nënën e tyre, apo frika. Pas arrestimit të Elsonës, fëmijët u dërguan nga Rogozhina në qendrën emergjente e Arsis në Tiranë, pasi gjyqi për vendosjen e kujdestarisë së tyre është më datë 12 mars dhe nuk mund të merreshin nga babai. Kur i kanë sjell këtu? Tu i kanë sjell mbrëm në orët e vona, unë kam ne deri rreth orës 7:30 të darkës në policinë në Rogozhinë, me to, por duke qenë mungesa psikologut, nuk pata komunikim. Në të ka marrë malli? Shumë. Pavarësisht se nuk mund t'i marrë me vete në fshatin Bilaj të Krujës, Alberti shpreson për një takim me vajzat e tij, me dëshirën e madhe për t'u gjendur pranë në këto momente të vështira. Aktualisht ndodhemi jashtë ambienteve të qendrës Arsis, një qendër emergjente për kujdesin e fëmijëve të mitur. Alberti është brenda me një psikolog duke folur me fëmijët e tij. Do të presim dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë, duke marrë parasysh që fëmijët janë edhe të shokuar nga ngjarja që ka ndodhur me nënën e tyre. Mami nuk ndodhet në shtëpi, por problemin e saj që e ka zënë, duhet të mendojmë gjithë. Po, nuk ka rëndësi. Ka arsimosh, të shkosh në shkollë, të bësh zonjë vetë të ndihmosh. Në çobabi në shkollë plak. Mami do ketë shumë nevojë për ty, por nuk ka nevojë për një vajzë të dobësuar. Ka nevojë për një vajzë të fuqishme, të mençur, të ditur. Këtë e bën për familjes. Nëse s'është mama, është babi. Nëse babi guxon të prek ty një fije floku, gjithë kjo ushtria që po të kujdeset për këtu, ngrihet në kohë. Psikologja Ana Majko, njëkohësisht drejtoresha e qendrës Arsis, është duke u munduar që fëmijët të kuptojnë se në kushtet në të cilat ata ndodhen, familja është